Një nga faktorët që dyshohet se kanë ndikuar në dëmtimin e segmentit rrugor Librasht-Pokradec është ndërhyrja në shtratin e lumit Shkumbin për nxjerrjen e materialeve inerte të përdorura në ndërtimin e aksit të ri Elbasan-Qafthan. Aktualisht rezultojnë 5 leje aktive për shfrytëzim zhavori në këtë basen. Projekti Elbasan-Qafthan me një kosto rreth 212 milion euro po përballet me pasoja që shkojnë përtej buxhetit fillestar, pasi lëvizjet e tokës kanë çuar në bllokimin e qarkullimit në rrugën ekzistuese. Institucionet zyrtare i konsiderojnë rrëshqitjet si fenomene natyrore, por paralelisht me ndërtimin e segmentit të ri, janë dhënë disa leje për kompanitë fituese të loteve, të cilat kanë shfrytzuar lumin për furnizim me inerte. Sipas të dhënave të siguruara, 4 kompani që janë pjesë e projektit kanë marrë 5 leje për gërryerje në një sipërfaqe totale prej mbi 1.5 milion metra katror, me një volum të përgjithshëm prej mbi 3.5 milion metra kub materialesh. Kompania ANK, fituese një prej loteve pranë zonës së shembjes, ka leje deri në fund të vitit 2027 për të shfrytzuar rreth 490.000 metra katror shtrat lumor. Alb Building disponon 2 leje të ndara, një për projektin Elbasan-Qafthan dhe një tjetër për aksin Papër-Ura e Grykshit. Edhe kompania 4AM ka leje 3 vjeçare për fazën e 2 të zgjerimit rrugës, ndërsa Salilari është licencuar për një segment tjetër të projektit Elbasan-Lekaj. Ndërhydhjet e vazhdueshme për nxjerrjen e zhavorit kanë ndryshuar ndjeshëm morfologjinë e Shkumbinit duke zgjeruar shtratin e tij. Përveç këtyre lejeve, janë miratuar edhe autorizime të shumta për përdorim të burimeve ujore dhe ndërtime pranë basenit, çka shton shqetësimet për ndikimin mjedisor në zonë.